Ai ndërtoi një perandori nga hiçi, por kuptoi se as suksesi nuk e mbush vetmin. Në prag të dasmës, vëren se dashuria e nuses mund të jetë vetëm një maskë dhe shtiret i verbër për të zbuluar të vërtetën. Ajo që shen në heshtje zbulon kush do të qëndronte vërtet pranë tij edhe në errësirë. Përpara se të fillojmë, bëhuni pjesë e familjes son këtu në kanal, abonohuni tani, lini pëlqimin tuaj, like, na ndihmon jashtëzakonisht shumë në punën tonë dhe shkruani në komente nga cili qytet po na ndiqni. Më pëlqen shumë të di se deri ku arrin historitë tona. Ardian Malaj zgjohej çdo mëngjes në 5:40, jo nga nevoja, por nga zakoni. Për dekada, alarmi i zgjimit kishte qenë tingulli i shiut që pikonte mbi çatin e llamarinës së lagjes së varfër ku u rrit në kombinat në periferi të Tiranës. Tani, në moshën 45 vjeçare, ajo që e zgjonte ishte gurgullima e butë e ujëvarës artificiale në kopshtin e vilës së tij në Fark, por disiplina mbetej e njëjta. I ulur në anë të krevatit king size, Ardiani vështronte përmes dritares panoramike qytetin që shtrihej poshtë si një tapet i pafund dritash që fillonin të fikeshin me ardhjen e agimit. 22 vjet kishin kaluar që kur ishte larguar nga ajo barak 3 me 2 metra, duke marrë me vete vetëm një diplom teknike në kontabilitet dhe një uri të pangopur për të triumfuar në jetë. Sot, kompania e tij e logjistikës ishte një nga më të mëdhat në vend, me flota të shpërndara në të gjithë territorin kombëtar dhe kontrata milionere që lëviznin ekonominë shqiptare. Por atë mëngjes të premteje, ajo që i zinte mendjen nuk ishin raportet financiare që e prisnin në zyrën e tij, as takimi me investitorët japonesë i caktuar për pasdite. Ishte Anila. E fejuara e tij 29 vjeçare, e diplomuar për administrim biznesi në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, bie e një familjeje tradicionale nga Korça, e cila flinte e qetë pranë tij, me flokët gështenjë të shpërndarë mbi jastëkun e mëndafshit të importuar. Ardiani e vështroi për disa çaste, duke u përpjekur të deshifronte se çfarë ndjente kur e shite aty. Dashuri? Sigurisht. Anila ishte inteligjente, elegante, dinte të bisedonte për art, letërsi, politikë ndërkombëtare. Kishte një të qeshur kristalore që jehonte nëpër korridoret e vilës dhe një mënyrë delikate për të anuar kokën kur ishte e përqendruar. Por kishte diçka më shumë, diçka që ai nuk arrinte ta emërtonte, një ndjesi që rritej në gjoksin e tij si një hije që përhapej ngadalë. U ngrit në heshtje dhe eci drejt garderobës, ku zgjodhi një nga kostumet e errëta të rreshtuara me saktësi ushtarake. Ndërsa vishej, mendja i fluturoi te biseda e mbrëmjes së kaluar. Po darkonin në tarac, në nyje, kur Anila solli në vëmendje edhe një herë çështjen e regjimit të pasurisë martesore. Ardian, zemra ime, i kishte thënë ajo, duke luajtur me delikatesë me kupën e verës franceze mes gishtave, e ke menduar të bisedosh me avokat Ilirin për ato klauzolat e kontratës son paramartesore? Nuk është mosbesim, por thjesht kushërira ime Fiona më tregoi disa raste të tmerrshme të njerëzve që u gjendën në situata të komplikuara sepse nuk kishin dokumentacionin e duhur. Në atë moment, Ardiani kishte buzëqeshur dhe kishte rënë dakord, duke thënë se do të caktonte një takim me avokatin javën e ardhshme. Por tani, në heshtjen e agimit, ajo bisedë i jehonte në mendje në një mënyrë tjetër. Nuk ishte hera e parë që Anila e prekte këtë temë. Javët e fundit, ajo kishte përmendur sigurime jete, testamente, investime offshore, gjithmonë me të njëjtin ton të rastësishëm, si dikush që komenton motin. Ardiani mbaroi së rregulluari kravatën italiane dhe zbriti shkallët e mermerit që çonin në kuzhinë. Vila 800 metra katror ishte e heshtur, përveç zhurmës pothuajse të padëgjueshme të hapave të zonjës Lulieta, e cila tashmë po përgatiste mëngjesin. Lulieta punonte për Ardianin prej më shumë se 10 vjetësh, që nga koha kur ai ende jetonte në apartamentin me 3 dhoma në blok, shumë kohë përpara se Anila të shfaqej në jetën e tij. Mirëmëngjes, zoti Ardian, murmuriti ajo me zërin e saj të ulët dhe plot respekt, pa i ngritur syt nga tabakaja që po përgatiste. Lulieta ishte një grua 52 vjeçare, me flokë të thinjur gjithmonë të mbledhur në një topuz të patëmet, e cila kishte rritur e vetme 3 fëmijë pas vdekjes së parakohshme të burrit. Ardiani e njihte aq mirë sa për të kuptuar se diçka e shqetësonte. Mirëmëngjes, zonja Lulieta. Çfarë ke kështu? Ka ndodhur gjë? Ajo hezitoi për një moment, duart e saj ndaluan mbi pjatat e porcelanit. Asgjë jo, zoti Ardian. Vetëm se dje, kur po rregulloja dhomën e miqve, dëgjova pa dashje zonjushën Anila në telefon. Ardiani ndjeu diçka të ftohtë i përshkonte shtyllën kurrizore.
Çfarë po fliste? Lulieta e uli zërin edhe më shumë, sikur vetë muret mund të dëgjonin. Po bisedonte me Dik për disa bijuteri, pyeste sa vlente Gjerdani me perla që ju ja bëtë dhurat muajin e kaluar. Dhe pastaj pyeti për disa piktura, ato që janë në dhomën e ngrënjes. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Ardiani ndjente zemrën t'i rrite më fort, por shpreja e tij mbeti e pandryshuar. Kishte mësuar gjatë viteve të negociatave me biznesmen me përvojë të mos tregonte kur habi apo siklet. Ndoshta po mendonte të bënte një sigurim, tha ai, më shumë për vete se sa për Lulietën. Ndoshta, po zotëri, ra dakord ajo, por toni i saj e bënte të qartë se nuk besonte në këtë mundësi. Ardiani piu kafen e tij në heshtje, duke shijuar ngadalë lëngun e errët ndërsa vështronte kopshtin përmes dritares. Fjalët e Lulietës i jehonin në mendje, duke u përzier me të gjitha vëzhgimet e vogla që kishte bërë për Anilën javët e fundit. Mënyra se si sytë e saj shkëlqenin kur ai përmendte ndonjë biznes fitimprurës. Si ajo gjithmonë gjente një mënyrë për t'i drejtuar bisedat drejt çështjeve financiare. Si kishte këmbëngulur të njëjtë kontabilistin, avokatin dhe konsulentin e tij të investimeve. Por Ardiani ishte një njeri që kishte ndërtuar një perandori bazuar në vëzhgimin e kujdesshëm dhe analizën e ftohtë të fakteve. Nuk do të merrte asnjë vendim të nxituar bazuar vetëm në dyshime. Nëse Anila ishte e interesuar vetëm për paratë e tij, ai duhej të ishte absolutisht i sigurt përpara se ta konfrontonte. Atëherë një ide filloi të formohej në mendjen e tij. Një ide e tmerrshme dhe gjeniale në të njëjtën kohë. Zonja Lulieta, e thiri ai, duke bërë që punonisja të afrohej. A ju kujtohet aksidenti që pata rreth 15 vjet më parë, kur po filloja kompaninë? Ai problemi me shikimin që më la disa ditë pa parë mirë? Më kujtohet, po, zoti Ardian. Ju u shqetësuat shumë atëherë, duke menduar se do ta humbisnit shikimin përgjithmonë. Pikërisht. Dhe a ju kujtohet edhe doktor Marceli, okulisti që më trajtoi? Ai është ende miku im, vjen për darkë këtu herë par hir. Lulieta pohoi me kokë, pa kuptuar se ku donte të dilte Ardiani. Zonja Lulieta, kam nevojë që të më bëni një ndër shumë të veçantë. Dhe kam nevojë që të jetë sekreti ynë, të paktën për momentin. Punonisja u afrua edhe më shumë, sytë e saj tregonin një besnikëri që Ardiani e dinte se ishte e vërtetë. Çfarëdo qoftë, zoti Ardian. Ju e dini që mund të mbështeteni tek unë. Ardiani i shpjegoi idenë e tij me zë të ulët, duke vëzhguar me kujdes shprehinë e Lulietës, ndërsa ajo kuptonte shtrirjen e planit. Kur mbaroi, ajo mbeti në heshtje për disa sekonda, duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Jeni i sigurt që doni ta bëni këtë? Pyeti ajo më në fund. Kam nevojë të di të vërtetën, zonja Lulieta. Nëse gaboj për Anilën, do t'i kërkoj falje për gjithë jetën. Por nëse kam të drejtë. Ai nuk e mbaroi fjalinë. Nuk ishte e nevojshme. Atë pasdite, Ardiani ishte në zyrën e tij në katin e 22 të ndërtesës tregtare në qendrën e biznesit të Tiranës kur i telefonoi doktor Marcel Dedës. Okulisti, i befasuar nga kërkesa e pazakontë e pacientit dhe mikut të tij, në fillim hezitoi të pranonte planin. Ardian, kjo është shumë e rrezikshme. Nëse e marrin vesh, karriera ime mund të shkojë dëm. Marcel, prej sa kohësh më njeh? A kam bërë ndonjëherë diçka që mund të dëmtonte ty apo dik tjetër? Kam nevojë vetëm për disa analiza false dhe një deklaratë mjekësore të përkohshme. Për 2 javë, maksimumi, unë do ta zbuloj të vërtetën dhe do të marr përsipër gjithë përgjegjësinë. Pas një bisede të gjatë, mjeku pranoi të ndihmonte. Ai e njihte Ardianin prej vitesh, dinte për integritetin e tij dhe për rrugën e një njeriu të ndershëm që kishte ndërtuar. Nëse po e kërkonte këtë, duhet të kishte një arsye shumë serioze. Kur Ardiani mbërriti në shtëpi atë mbrëmje, gjeti Anilën në spanë e vilës, duke u çlodhur në vaskën me hidromasazh ndërsa pinte shampanjë franceze. Ajo ishte rrezatuese, duke treguar për ditën që kishte kaluar në qendrën tregtare me disa shoqe, blerjet që kishte bërë, planet për festën e fejesës që do të mbahej pas 3 javësh. Zemër, a je mirë? Pyeti ajo, duke vënë re diçka ndryshe në shprehinë e Ardianit. Dukshi i shqetësuar. Ardiani u ul në buzë të vaskës, duke i përkëdhelur me delikatesë fytyrën Anilës. Në atë moment, një pjesë e tij ende shpresonte të ishte plotësisht i gabuar në lidhje me dyshimet e tij. Shpresonte që ajo të ishte vërtet gruaja e dashuruar që tregonte se ishte.
Jam vetëm pak I lodhur, zemër. Ishte një ditë e gjatë në zyrë. Anila buzëqeshi dhe ja tërhoqi dorën brenda ujit të ngrohtë. I gjori biznesmeni im. Do që të bëj një masazh më vonë? Apo preferon të porosisim ushqim japonez dhe të shikojmë një film? Ardiani I buzëqeshi, por për brenda ndjente një zbrazëti që rritej. Për 24 orë do ta dinte nëse gruaja pranë tij ishte vërtet ajo që ai mendonte se ishte. Të nesërmen në mëngjes të shtunën, Ardiani u zgjua më herët se zakonisht. Anila ende flinte thellë pranë tij, një krah I hedhur mbi gjoksin e tij në një gjes që dukej I përzemërt, por që tani ai e vështronte me sy tjetër. U ngrit me kujdes për të mos e zgjuar dhe u drejtua për në banjë. Në pasqyrë vështroi reflektimin e tij. Flokë të errët me disa fije të thinjura në tëmtha, rrudha të lehta rreth syve jeshil, rezultati viteve të buzëqeshjeve në takime dhe mbylljes së marrëveshjeve. Ishte një burr tërheqës për moshën e tij, e dinte këtë. Por gjithashtu e dinte se tërheqja e tij kryesore kishte qenë gjithmonë stabiliteti financiar që mund të ofronte. Bëri dush, veshi rroba të rehatshme dhe zbriti në kuzhinë. Lulieta tashmë po përgatiste mëngjesin e fundjavës, më të bollshëm se ai I ditëve të punës. Petulla, fruta të freskëta, lëngje natyrale, bukë me brumë të ardhur që e bënte vetë. Mirëmëngjes, zoti Ardian. Fjetët mirë? Ashtu kështu, zonja Lulieta. Po ju, jeni gati për shfaqjen tonë? Ajo pohoi seriozisht me kokë. Po, zotëri. Por ende mendoj se duhet të bisedoni me të më parë, t'i jepni një shans të shpjegohet. Ardiani e vlerësonte mirësinë e vërtetë të Lulietës, prirjen e saj për të besuar gjithmonë në më të mirën e njerëzve. Ishte një nga cilësitë që admironte më shumë tek ajo. Nëse gaboj, premtoj se do t'ja shpërblej Anilës për gjithë jetën. Por kam nevojë ta di. Rreth orës 10 të mëngjesit, Anila zbriti e veshur me një nga robdishanet e mëndafshit që Ardiani ja kishte blerë në Paris. Ishte e bukur si gjithmonë, flokët pak të shpupuritur nga gjumi, lëkura e artë nga ekspozimi I kontrolluar në diellin e pishinës. Mirëmëngjes, zemër, tha ajo, duke I dhënë një puthje të gjatë në buzë. Çfarë arome e shijshme, Lulieta. Po vdes nga uria. Të tre hëngrën mëngjes së bashku në tarac, duke biseduar për planet e fundjavës. Anila sugjeroi një udhëtim të shpejtë në Korçë, ku mund të vizitonin familjen e saj dhe të përfitonin për të biseduar me kushëririn avokat për disa detaje të dasmës. Gjithmonë dalin çështje burokratike të minutës së fundit, shpjegoi ajo, duke kafshuar me delikatesë një copë pjepër. Është më mirë t'i zgjidhim të gjitha përpara për të mos pasur dhimbje koke më vonë. Ardiani ra dakord, duke e vëzhguar me vëmendje. Çdo fjalë, çdo gjest, çdo shprehje fytyre. Për disa orë, e gjithë kjo do të vijej në provë. Pas mëngjesit, ata u drejtuan drejt pishinës. Ardiani notonte gjatësitë e tij të mëngjesit ndërsa Anila merrte rreze në një shezlong, duke shfletuar një revistë dekorimi dhe her pas here duke komentuar për ndryshimet që do të donte të bënte në vilë. Ardian, a e ke menduar ndonjëherë t'i ndërrosh këto piktura në dhomën e ngrënies? Jo se nuk janë të bukura, por janë pak si të vjetra. Njon një galeri të mrekullueshme në Tiranë me vepra më bashkëkohore. Ardiani ndaloi së notuari dhe u mbështet në buzë të pishinës. Janë piktura që I kam blerë shumë vite më parë, kur po filloja të kisha mundësi të investoja në art, kanë një vlerë sentimentale për mua. Sigurisht, zemër, e kuptoj plotësisht. Thjesht ndonjëherë është mirë t'i rinovosh ambientet, e di? Tu japësh gjërave një pamje të re. Ajo ju kthye sërish shfletimit të revistës, me sa duket e pa interesuar në përgjigjen e tij. Por Ardiani kishte vënë re se si sytë e saj kishin shkëlqyer kur ai përmendi të investoja në art. Një tjetër pjesë e enigmës po zinte vendin e vet. Në orën 2 pasdite, ata u drejtuan për në zyrën e shtëpisë ku Ardiani mbante dokumentet e tij personale. Kishte caktuar një videokonferencë me një klient nga Durrësi dhe Anila u ofrua të organizonte disa letra ndërsa ai punonte. Ishte gjatë këtij takimi virtual që Ardiani ekzekutoi pjesën e parë të planit të tij. Në mes të një shpjegimi për logjistikën e portit, shtiri sikur ndiu një marramendje të papritur. Vuri duart në kokë, puliti syt disa herë sikur e kishte të vështirë të shite. Më falni, koleg, po ndiej diçka të çuditshme në shikim, tha ai para kamerës. A mund të shtyjmë këtë takim? Anila, e cila po organizonte dokumente në një raft aty pranë, u afrua menjëherë.
Zemër, çfarë ke? Çfarë po ndjen? Ardiani u ngrit duke u lëkundur lehtë, një dorë e mbështetur në tavolinë. Gjithçka është pak e turbull. Duhet të jetë dhimbje koke, kam punuar shumë këtë javë. Eja në dhomë, duhet të pushosh. Anila e ndihmoi të ngjiste shkallët, me të vërtetë e shqetësuar. Gjatë pjesës tjetër të pasdites, ajo ishte e vëmendshme, i solli çaj, i bëri kompresa të ftohta në ballë. Ardiani ndihej pothuajse fajtor që po e mashtronte, duke parë gjithë atë dashuri të dukshme. Por natën, kur shtiri sikur simptomat u përkeqësuan, kur tha se po shihte vetëm hije dhe njolla, reagimi i saj filloi të ndryshonte në mënyrë delikate. Shqetësimi ishte ende aty, por Ardiani vuri re një ton tjetër në zërin e saj, një padurim pothuajse të padukshëm. Ardian, je i sigurt që nuk do të shkosh në spital? Mund të jetë diçka serioze. Do t'i telefonoj doktor Marcelit nesër herët. Nëse nuk përmirësohem, do të shkojmë në spital. Anila ra dakord, por Ardiani vuri re se si ajo u vonua duke parë përreth dhomës, sikur po katalogonte mendërisht objektet me vlerë të shpërndara në sujë. Të dielën në mëngjes, doktor Marceli mbërriti në vijë për një vizitë në shtëpi. Ardiani i kishte kërkuar të ishte sa më bindës dhe mjeku e luajti rolin e tij në mënyrë perfekte. I ekzaminoi syt Ardianit me pajisje portative, bëri pyetje teknike, tregoi shqetësim të vërtetë. Kam nevojë të vish në klinikë për ekzaminime më të detajuara, tha ai para Anilës. Mund të jetë një dëmtim në retinë i shkaktuar nga stresi ose hipertensioni. Ndonjëherë ndodh të drejtuesit që punojnë nën presion të madh. Anila e shoqëroi Ardianin në klinikë, ku doktor Marceli kreu një sër ekzaminimesh false. Orë më vonë, kur dolën prej andej me diagnozën e verbërisë së përkohshme të shkaktuar nga trauma vaskulare, Ardiani vështroi me kujdes reagimin e së fejuarës. Anila qau. E përqafoi fort, tha se kishte frikë, se nuk dinte si do ta përballonin këtë së bashku. Por Ardiani, duke shtirur se nuk shihte, vuri re diçka në zërin e saj që nuk përputhej me lotët. Një lloj eksitimi i përmbajtur, sikur ajo po përpunonte implikimet e kësaj situate të re. Gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, ajo bëri shumë pyetje për prognozën, për sa kohë do të zgjaste verbëria, për si do të ndikonte kjo në bizneset e Ardianit. Pyetje që mund të interpretoheshin si shqetësim dashuror, por që tingëllonin ndryshe për dikë që po u kushtonte vëmendje detajeve. Doktori tha se mund të zgjas sa, pyeti ajo për herë të tretë. Midis 1 dhe 3 muaj, në varësi të trajtimit. Dhe ti do të mund të punosh? Dua të them, do të mund të marrësh vendime të rëndësishme për kompaninë? Ardiani shtiri sikur ishte tepër i raskapitur për të dhënë përgjigje, duke mbështetur kokën në sediljen e makinës. Por mendja e tij ishte plotësisht vigjilente, duke regjistruar çdo fjalë, çdo intonacion. Kur mbërritën në shtëpi, Luljeta i priste te dera me një shprehje shqetësimi që Ardiani e dinte se ishte e vërtetë. Ajo e kishte luajtur rolin e saj në mënyrë perfekte, duke treguar tronditje dhe trishtim me lajmin. Zoti Ardian, më vjen shumë keq. Për çfarëdo që të keni nevojë, unë jam këtu. Faleminderit, zonja Luljeta. Do të na duhet të riorganizojmë disa gjëra në shtëpi që unë të mund të lëviz me siguri. Anila u ofrua menjëherë të kujdesej për gjithçka. Tha se do të merrte përsipër përgjegjësitë shtëpiake, se do ta ndihmonte me korrespondencën, se do të ishte syt e tij derisa t'i kthehej shikimi. Ardiani e falenderoi duke shtirur emocion. Por për brenda, ndjente një të ftohtë në kurriz. Sepse kishte diçka në nxitimin e Anilës për të marrë kontrollin e gjërave që nuk dukej e motivuar vetëm nga dashuria. Testi kishte filluar. Dhe Ardiani dyshonte se rezultatet nuk do të ishin ato që zemra e tij shpresonte të gjente. Në ditët në vijim, gjithçka do të zbulohej. E vërteta gjithmonë gjen një mënyrë për të dalë në dritë, dhe Ardiani ishte i përgatitur të përballej me çdo zbulim, pavarësisht se sa mund të dhimbte. Sepse, në fund të fundit, preferonte të jetonte në realitetin e hidhur sesa në iluzionin e ëmbël të gënjeshtrës. Java e parë ishte një ushtrim për mbajtjeje. Ardianit ju desh të rimsonte çdo lëvizje në shtëpinë e tij, duke shtirur se pengohej në mobilje që i njihte përmendësh, duke prekur muret sikur të ishin territore të panjohura. Anila, në ditët e para, tregoi një durim që gati e bëri të dyshonte në dyshimet e tij. Ajo e udhëzonte në përvil me delikatesë, i shpjegonte ku ishin objektet, riorganizoi disa dhoma për t'i lehtësuar lëvizjen.
Zemra ime, vendosa një karrige këtu pranë krevatit që të mbështesësh rrobat, thoshte ajo me zë të ëmbël, dhe e ndryshova komodinën që të mos përplasësh gjurin. Ardiani falenderonte me gjeste që besonte se ishin bindëse, por për brenda vëzhgonte çdo detaj se si Anila sillej kur mendonte se ai nuk e shite. Dhe ishin pikërisht këto momente shkujdesjeje që filluan të zbulonin natyrën e vërtetë të së fejuarës së tij. Të martën e javës së parë, ndërsa shtirej se po dremiste në koltukun e dhomës së ndenjes, Ardiani dëgjoi Anilën duke folur në telefon në veranë. Ajo ishte larguar me qëllim, duke menduar se ai nuk do ta dëgjonte për shkak të distancës dhe cenueshmërisë së tij të supozuar. Maggie, është e pabesueshme çfarë ndodhi, i thoshte ajo dikujt në anën tjetër të linjës. Ai u verbua, përkohësisht, por gjithsesi. Është një situatë e komplikuar, e di? Gjithçka që planifikuam mund të shkojë dëm nëse ai nuk arrin të punojë siç duhet. Ardiani ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Toni i Anilës nuk ishte ai një gruaje të shqetësuar për mirëqenien e burrit që donte. Ishte ai dikujt që llogariste dëmet. Jo, nuk është kjo, vazhdoi ajo pas një pauze, sigurisht që jam e shqetësuar për të. Por duhet të jem edhe praktike. Dasma është caktuar për pas 3 javësh, dhe tani nuk e di nëse është momenti ideal. Një burr i verbër nuk mund të firmos dokumente, nuk mund të marrë vendime të rëndësishme për biznesin. Ardiani shtrëngoi grushtet, por e mbajti frymëmarrjen të kontrolluar, duke shtirur ende se po flinte. Çdo fjalë e Anilës ishte si një thik në gjoksin e tij, duke konfirmuar frikërat më të këqija që kishte ushqyer. Do t'i jap një javë kohë të shoh si evoluon. Nëse nuk përmirësohet, ndoshta është më mirë të shtyjmë gjithçka. Nuk mund të martohem me dikë që nuk ka kontroll të plot mbi pasuritë e veta. Kur Anila u kthye në dhomë, Ardiani shtiri sikur po zgjohej nga dremitja, duke u zgjatur si dikush që kishte pushuar thellë. Ajo u afrua me një buzëqeshje që tani ai e dinte se ishte plotësisht false. Si ndihesh, zemër? Do të përgatis diçka për të ngrënë? Jam mirë, faleminderit. Po flisje me dikë? Ishte thjesht Maggie, e shqetësuar për ty të gjithë po të dërgojnë të fala. Ardiani pohoi me kokë, por për brenda ndjeu një trishtim të thellë që po instalohej. Nuk ishte vetëm tradhtia e ndjenjave që dhembte, por ftohtësia llogaritëse me të cilën Anila e shihte vuajtjen e tij. Të mërkurën, gjërat filluan të ndryshonin në mënyrë më të dukshme. Anila filloi të tregonte padurim me detyra të vogla. Kur Ardiani derdhi pa dashje një gotë ujë në tryezën e mëngjesit, ajo pshertiu në mënyrë të dëgjueshme përpara se të pastronte. Ardian, duhet të kesh më shumë kujdes. Nuk mund të rri të pastroj gjithë kohës. Toni ishte therrës, shumë i ndryshëm nga durimi i ditëve të para. Ardiani kërkoi falje duke shtirur siklet, por regjistronte mendërisht çdo ndryshim në qëndrimin e së fejuarës. Lulieta, e cila vëzhgonte gjithçka diskretisht, filloi të afrohej më shumë me Ardianin kur Anila nuk ishte pranë. Të enjten në mëngjes, ndërsa Anila kishte dalë për një masazh në spa, punonisja u ul pranë tij në terracë. Zoti Ardian, tha ajo me zë të ulët, mund t'ju them diçka? Sigurisht, zonja Lulieta. Çfarë ka? Dje po pastroja dhomën e ngrënies dhe dëgjova zonjushën Anila përsëri në telefon. Po pyeste dik për vlerën e atyre pikturave që janë aty në mur. Ardiani ndjeu stomakun t'i tkurrej. Çfarë pyeti saktësisht? Donte të dinte sa do të kushtonte vlerësimi i veprave të artit, nëse duhej ndonjë dokument i veçantë për t'i shitur. Foli edhe për disa gjerda në Byzylyk, duke pyetur nëse ishte më mirë t'i shiste në një argjendari apo në një ankan. Lulieta bëri një pauzë, sikur po mblidhte guximin për të vazhduar. Zoti Ardian, nuk është puna ime, por mendoj se duhet të jeni i vëmendshëm. Dje ajo po lëvizte edhe në përsirtarët e zyrës suaj. Tha se po kërkonte disa dokumente për t'i organizuar, por nuk e di, mu duke çuditshme. Ardiani e falenderoi për informacionet, duke i kërkuar Lulietës të vazhdonte të vëzhgonte dhe të raportonte çdo gjë të dyshim. Punonisja ra dakord, duke treguar një besnikëri që kontrasonte në mënyrë drastike me sjelljen e Anilës. Të premten, një javë pas fillimit të farsës, Ardiani vendosi të testonte edhe më thellë qëllimet e së fejuarës. Gjatë mëngjesit, shtiri sikur ishte veçanërisht i dëshpëruar. Anila, jam i shqetësuar për bizneset. Kam disa vendime të rëndësishme për të marrë këtë javë, por nuk e di nëse mund të përqendrohem siç duhet në këtë gjendje. Sytë e Anilës shkëlqyen në një mënyrë që ajo u përpoq ta fshihte shpejt.
Zemër, nuk duhet të shqetësohesh për punën tani. Duhet të përqendrohesh te shërimi. Por janë kontrata miliona euroshe. Nëse i humbas këta klient, mund të dëmtoj të gjithë kompaninë. Ardiani vëzhgoi me kujdes shprehin e Anilës. Ajo ishte qartësisht duke llogaritur diçka, duke kafshuar buzën e poshtme siç bënte kur mendonte intensivisht. Ardian, po sikur të ndihmoja unë me disa gjëra. Mund të lexoj dokumente për ty, të organizoj takime, të jem syt e tu përkohësisht. Propozimi erdhi i shoqëruar me një buzëqeshje të ëmbël, por Ardiani e vuri re ankthim pas fjalëve. Anila nuk po ofronte ndihmë nga dashuria, po përpiqej të merrte akses në bizneset e tij. Nuk e di, Anila. Janë informacione shumë konfidenciale, strategji të kompanisë. Ardian, thiri ajo, dhe për herë të parë që nga fillimi i farsës, Ardiani dëgjoi irritim të vërtet në zërin e saj. Do të martohemi pas 2 javësh. As nuk mund të ndihmoj me punën? Maska po fillonte të rëshiste. Ardiani shtiri sikur u tërhoq, sikur ishte kapur në befasi nga toni i saj i ndryshuar. Më fal, zemër. Thjesht jam shumë i ndjeshëm me gjithë këtë. Sigurisht që mund të më ndihmosh. Anila e zbuti me njëherë shprehin, sikur e kuptoi se kishte zbuluar shumë. Më fal, i dashur. Thjesht bëhem nervoze kur të shoh të shqetësuar. Vetëm dua të ndihmoj ta kalosh këtë. Më vonë atë ditë, Ardiani provoi të shtirte një krizë ankthi. Filloi të merrte frymë me shpejtësi, tha se ndihej plotësisht i humbur, se nuk dinte si do të arrinte të jetonte pa parë. Reagimi i Anilës ishte zbulues. Në vend të dëmshurisë që ai do të priste nga një grua e dashuruar, ajo tregoi padurim të maskuar keq. Ardian, po bëhesh shumë dramatik. Mjeku tha se është e përkohshme, apo jo? Për disa javë do të jesh sërish normal. Po sikur të mos jetë? Po sikur të jetë e përhershme? Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Anila u vonua disa sekonda të gjata për të dhënë përgjigje, dhe kur e bëri, zëri i saj kishte një ftohtësi që Ardiani nuk e kishte vënë re kur më parë. E po, atëherë do të na duhet të përshtatemi, apo jo? Nuk kishte dashuri në ato fjalë, as premtim për mbështetje të pakushtëzuar. Ishte një përgjigje praktike, e llogaritur, e dikujt që qartësisht po shqyrtonte opsionet e saj. Të shtunën, Ardiani vendosi të rriste edhe më shumë presionin. Gjatë drekës, komentoi rastësisht se po mendonte të bënte disa rregullime në testamentin e tij, duke pasur parasysh aksidentin shëndetësor që kishte pësuar. Është e rëndësishme të jesh i përgatitur për çdo eventualitet, tha ai, duke vëzhguar me kujdes reagimin e Anilës. Ajo gati sa nuk u mbyt me copën e salmonit që po përtypte. Testament? Ardian, pse po flet për këto gjëra morbide? Nuk është morbide, është e mençur. Një njeri në pozitën time duhet t'i ketë gjërat të organizuara. Anila vendosi pirunin në pjatë dhe u përkul drejt tij, me një shprehje që u përpoq ta bënte të dukej e shqetësuar. Por nuk do të bësh asgjë të nxituar, apo jo? Dua të them, ti nuk po mendon qartë tani, je në gjendje shoku për shkak të aksidentit. Në fakt, po mendoj më qartë se kurrë. Ndonjëherë cenueshmëria na ndihmon t'i shohim gjërat ashtu siç janë vërtet. Ardiani nuk mundi t'i rezistonte ironisë së fjalisë, duke pasur parasysh se po shtirej i verbër pikërisht për të parë të vërtetën për Anilën. Ardian, po sikur të bisedojmë për këtë pasi të jesh më mirë? Nuk është koha për të marrë vendime të rëndësishme. Edhe një herë, shqetësimi i Anilës nuk dukej i vërtetë. Dukej si paniku i dikujt që shihte planet e saj të shkatërroheshin. Atë natë, Ardiani shtiri sikur po flinte kur dëgjoi Anilën të ngrihej nga krevati në 2 të mëngjesit. Përmes qepallave pothuajse të mbyllura, ai e pa të dilte nga dhoma drejt zyrës në katin e poshtëm. Pritoi disa minuta dhe pastaj u ngrit në heshtje, duke zbritur shkallët me kujdes ekstrem për të mos bërë zhurmë. Dera e zyrës ishte pak e hapur dhe Ardiani mundi ta shihte Anilën të ulur para kompjuterit të tij, duke shtypur furishëm. Ekrani ishte kthyer në një mënyrë që ai nuk mund të shihte se çfarë po bënte, por mund të dëgjonte tingullin e tasteve që shtypeshin shpejt. Anila ishte qartësisht duke kërkuar diçka në dosjet e kompjuterit. Her pas here, ajo ndalonte së shtypuri dhe Ardiani dëgjonte zhurmën e letrave që shfletoheshin. Ajo kishte ndezur vetëm një llampë të vogël, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen mbi aktivitetet e saj të natës.
Pas rreth 40 minutash, Ardiani e dëgjoi të ngrihej dhe të drejtohej drejt shkallëve. Ai vrapoi në heshtje për në dhomë, ushtri në krevat dhe shtiri sikur po flinte thellë kur ajo u kthye. Anila ushtri pranë tij, por Ardiani mund të ndjente shqetësimin e saj. Ajo lëvizte vazhdimisht, qartësisht e trazuar nga diçka që kishte zbuluar gjatë kërkimit të saj të natës në dokumentet e tij. Të dielën në mëngjes, gjatë mëngjesit, Anila solli në vëmendje edhe një herë çështjen e dasmës. Ardian, kam qenë duke menduar ndoshta duhet ta shtyjmë ceremoninë për disa javë, derisa të jesh plotësisht i shëruar. Ardiani shtiri habi. Ta shtyjmë? Pse? Unë mund të martohem edhe pa parë. Është se e po, ka çështjen e dokumenteve, të firmave. Do të ishte më mirë të prisnim derisa të jesh 100%. Anila, unë mund t'i firmos dokumentet në mënyrë perfekte. Nuk kam nevojë të shoh për këtë. Ajo hezitoi, qartësisht duke kërkuar argumente bindëse. Është se dua që dasma jon të jetë e përsosur, e di? Nuk dua që ti të kesh kujtime të këqija nga dita më e rëndësishme e jetës sonë. Ardiani pohoi me kokë sikur po e konsideronte propozimin, por për brenda e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte. Anila kishte frikë të martohej me një burr që besonte se ishte i cenueshëm dhe potencialisht i paftë të merrte vendime për pasuritë e veta. Në rregull, tha ai më në fund. Nëse kjo është ajo që do ti, mund ta shtyjmë. Lehtësimi në fytyrën e Anilës ishte i menjëhershëm dhe i pamohueshëm. Ajo buzëqeshi për herë të parë pas disa ditësh, një buzëqeshje e vërtet që zbulonte sa e lehtësuar ishte që nuk do t'i duhej të martohej menjëherë me një burr që e konsideronte të zvogëluar. Atë pas dite, Lulieta ju afrua Ardianit me më shumë informacione shqetësuese. Zoti Ardian, sot në mëngjes, kur po rregulloja dhomën, zonjusha Anila mori një telefonat të çuditshme. Personi në anën tjetër po fliste për prokur për raste paftësie dhe kujdestari mbi pasuri. Ardiani ndjeu një të dridhur t'i përshkonte shtyllën kurrizore. Jeni e sigurt për atë që dëgjuat? Po, zotëri. Ajo po pyeste sa kohë duhet për të marrë këtë lloj dokumenti dhe nëse është e mundur ta bësh pa dijenin e personit. Situata po bëhej më serioze se sa Ardiani e kishte imagjinuar. Anila nuk ishte vetëm e interesuar për pasuritë e tij, ajo po planifikonte në mënyrë aktive të merrte kontrollin ligjor mbi to. Zonja Lulieta, kam nevojë që të vazhdoni të më informoni për gjithçka që dëgjoni apo shihni. Po përballemi me diçka më të rëndë se sa mendoja. Lulieta ra dakord, por Ardiani mund të shihte shqetësimin e vërtet në sytë e saj. Ajo po fillonte të kuptonte shtrirjen e ftohtësisë së Anilës. Të hënën, filloi java e dytë e testit të Ardianit dhe me të erdhën zbulime edhe më shqetësuese. Anila po bëhej gjithnjë më e paduruar me kufizimet e Ardianit, duke e trajtuar më shumë si një barë se sa si një partner. Ardian, ke derdhur pas dhëmbësh në lavaman përsëri, u ankua ajo në mëngjes. Duhet të rri të pastroj pas teje gjithë kohës. Toni ishte i mbushur me irritim, pa asnjë gjurmë të mirëkuptimit që një partnere e dashur do të tregonte. Më fal, ende po përshtatem. Po, por edhe unë po përshtatem, dhe nuk është e lehtë. Ardiani shtiri sikur ndihej fajtor, por përbrenda ndjente një përzierje trishtimi dhe zemërimi. Gruaja që kishte menduar se donte po zbulonte një anë mizore që ai kur nuk e kishte imagjinuar se ekzistonte. Gjatë kësaj jave të dytë, Anila filloi të bënte ndryshime në shtëpi pa u konsultuar me Ardianin. Pretendonte se po riorganizonte për t'i lehtësuar lëvizjen atij, por Lulieta raportoi se disa sende me vlerë ishin zhdukur. Zoti Ardian, ajo vazo kristali që ishte në tavolinën e sallonit nuk është më aty. Dhe ora zvicerane që ishte në komodin gjithashtu është zhdukur. A tha se ku ishin? Tha se i kishte dërguar për pastrim dhe mirëmbajtje. Por mu duket çuditshme, sepse ju gjithmonë jeni kujdesur shumë për ato sende. Ardiani e dinte se Anila po testonte se deri ku mund të shkonte, duke hequr objekte me vlerë për të parë nëse ai do ta vinte re mungesën. Duke qenë se shtirej se nuk shihte, ajo besonte se ishte e lirë të bënte ç'të donte. Të mërkurën e asaj jave të dytë, Anila bëri gabimin që Ardiani po priste. Gjatë darkës, ajo përmendi rastësisht se kishte caktuar një takim me një avokat specialist në të drejtën familjare. Është vetëm për të sqaruar disa çështje ligjore për situatën tonë, shpjegoi ajo. Me problemin tuaj shëndetësor, është e rëndësishme të kuptojmë të drejtat dhe detyrat tona.
Ardiani pohoi me kokë sikur e gjente idenë të arsyeshme, por e dinte saktësisht cili ishte qëllimi i vërtetë i Anilës. Ajo po kërkonte mjete ligjore për të marrë kontrollin mbi pasuritë e tij, duke përdorur verbërinë e shtirur si justifikim. Atë natë, pasi Anila fjeti, Ardiani i telefonoi avokatit të tij, avokat Ilir Metës, duke i shpjeguar situatën dhe duke i kërkuar këshilla se si të mbrojej ligjërisht. Ardian, kjo është shumë serioze, tha avokati. Nëse ajo arrin të marrë një prokur ose një lloj kujdestarie bazuar në paftësinë tënde të supozuar, mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme në pasurinë tënde. Pikërisht prandaj po e bëj këtë test. Kam nevojë për prova konkrete të qëllimeve të saj përpara se të marrë ndonjë mas. Je shumë i kujdesshëm. Dhe dokumento gjithçka që mundesh. Nëse kjo shkon në gjykat, do të na duhen prova solide. Ardiani ra dakord, duke e ditur se po ecte në një litar të vendosur. Por ishte i vendosur të arrinte në fund të së vërtetës, pavarësisht se sa dhemte. Java e dytë përfundoi me Ardianin plotësisht të sigurt se dyshimet e tij më të këqija po konfirmoheshin. Anila nuk ishte gruaja e dashuruar që shtirej se ishte. Ishte një person llogaritës, i ftohtë, i aftë të shfrytëzonte cenueshmërinë e dikujt që supozohej se e donte. Por më e keqja ende nuk kishte ardhur. Ardiani e dinte se duhej të shkonte më thellë, të testonte kufijtë e mizorisë së Anilës për të pasur prova të pakundërshtueshme të natyrës së saj të vërtetë. Testi ishte larg përfundimit dhe zbulimet më tronditëse ende nuk kishin ardhur. Java e tretë filloi me një ndryshim rrënjësor në sjelljen e Anilës. Ishte sikur ajo kishte vendosur se nuk kishte më nevojë të ruante pamjen e gruas së përkushtuar. Ardiani u zgjua të hënën dhe gjeti anën e saj të krevatit bosh, të ftohtë, sikur ajo nuk kishte fjetur aty gjithë natën. Zbriti për të pirë kafe dhe gjeti Anilën në telefon në kuzhinë, duke folur me zë të ulët, por jo aq të ulët sa ai të mos dëgjonte fragmente të bisedës. Po, avokat Fatos, e kuptoi pra nëse arri të provoj se ai nuk ka kushte për të marrë vendime për pasuritë e veta në rregull, një vlerësim psikiatrik do të ishte gjithashtu i nevojshëm. Jo, ai nuk mund ta di se unë po i kërkoj këto informacione. Ardiani ndjeu gjakun t'i vlonte në vena, por e mbajti shprehin neutrale, duke shtirur se po prekte rrugën deri te tavolina siç do të bënte një njeri vërtet i verbër. Anila e mbylli shpejt telefonatën kur vuri re praninë e tij. Mirëmëngjes, zemër, tha ajo, por toni ishte plotësisht i zhveshur nga afeksioni. Ishte mekanik, automatik, sikur të ishte një përshëndetje mes të huajsh. Mirëmëngjes. Me kë po flisje? Ah, ishte thjesht dentistja që konfirmonte takimin tim javën tjetër. Ardiani e dinte se ishte gënjeshtër. Dentistët nuk bisedonin për vlerësime psikiatrike dhe paftësi mendore. Anila po konsultoi me avokat se si të merrte kontrollin ligjor mbi pasuritë e tij, dhe tani nuk I interesonte as të gënjente në mënyrë bindëse. Gjatë mëngjesit që Lulieta e shërbeu në heshtje respektuese, Ardiani vuri re se Anila ishte veçanërisht e shqetësuar. Ajo trokiste gishtat në tavolinë, kontrollonte celularin çdo disa minuta, duke sikur priste ndonjë telefonat ose mesazh të rëndësishëm. Anila, je mirë? Dukesh nervoze. Jam shkëlqyeshëm, u përgjigj ajo thatë. Thjesht kam disa gjëra për të zgjidhur sot. Çfarë lloj gjërash? Pyetja e bezdisi qartësisht. Ardiani mund të ndjente tensionin që rrezatonte prej saj si nxehtësi. Asgjë të madhe. Çështje burokratike të mërzitshme. Pas mëngjesit, Anila u mbyll në zyrë për më shumë se 2 orë. Ardiani shtiri sikur po pushonte në dhomën e ndenjes, por mund të dëgjonte zërin e saj përmes mureve, gjithmonë me ton të ulët dhe urgjent. Ajo bëri të paktën 5 telefonata të ndryshme, dhe në të gjitha ato Ardiani kapi fjalë si paftësi, kujdestari, prokur dhe urgjente. Kur më në fund doli nga zyra, Ardiani shtiri sikur po flinte në koltuk. Përmes qepallave pothuajse të mbyllura, pa Anilën të ndalonte para tij dhe ta vëzhgonte për minuta të tëra, me një shprehje që ai nuk e kishte parë kurrë në fytyrën e saj. Nuk ishte dashuri, as shqetësim. Ishte llogaritje e pastër, sikur ajo po vlerësonte një objekt që synonte ta blinte. Lulieta, e cila po fshinte pluhurat e mobiljeve aty pranë, gjithashtu e vuri re skenën. Më vonë, kur Anila doli për atë që tha se ishte një vizitë rutinë mjekësore, punonisja ju afrua Ardianit. Zoti Ardian, duhet t'ju tregoj diçka shumë serioze. Ardiani u drejtua në koltuk, gjithë vëmendja e tij e përqendruar në fjalët e Lulietës.
Këtë mëngjes, kur po pastroja banjën e suitës, dëgjova zonjushën Anila duke folur në telefon. Ajo po diskutonte një plan shumë të detajuar. Çfarë lloj plani? Lulieta shikoi përreth nervozisht, sikur kishte frikë se mos dëgjohej, edhe pse e dinte se Anila kishte dalë. Ajo po bisedonte me Dik se si të arrinte që një mjek të vërtetonte se ju nuk keni kushte mendore për të administruar pasuritë tuaja. Foli për të punësuar një psikiatër që mund të bindej të bënte një raport të favorshëm. Ardiani ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Situata ishte shumë më e rëndë se sa e kishte imagjinuar. Anila nuk ishte vetëm e interesuar për paratë e tij, ajo po komplotonte në mënyrë aktive për ta deklaruar atë të paaftë mendërisht. Ka më shumë, zoti Ardian. Ajo po fliste gjithashtu për të lëvizur disa pasuri nga vendi përpara se të fillonte ndonjë proces ligjor. Tha se është më e lehtë ti transferosh gjërat kur personi është bashkëpunues. Bashkëpunues, përsëriti Ardiani duke ndier një shije të hidhur në gojë. Dhe ka edhe diçka tjetër, vazhdoi Lulieta, tani dukshëm e shqetësuar. Mbrëm, kur ju po flinit, ajo solli një burr të çuditshëm këtu. Ata qëndruan në dhomën e ngrënies për më shumë se një orë, duke parë pikturat, skulpturat, duke shënuar gjëra në një fletore. Ardiani u ngrit vrullshëm nga koltuku. Një burr? Çfarë lloj burri? Dukej se ishte një vlerësues arti, ose diçka e tillë. Po ekzaminonte gjithçka me shumë kujdes, duke bërë foto me celular. Zonjusha Anila i tha të ishte diskret, se ju nuk duhet ta dini. Tradhtia po zbuloi në të gjithë madhështinë e saj. Anila nuk po planifikonte vetëm të merrte kontrollin mbi pasuritë e tij, ajo po vlerësonte dhe katalogonte në mënyrë aktive gjithçka që synonte të përvetsonte. Zonja Lulieta, tha Ardiani, zëri i tij i ngarkuar me një vendosmëri të ftohtë, kam nevojë që të më ndihmoni me diçka shumë të rëndësishme. Do të dokumentojmë gjithçka që po ndodh këtu. Lulieta ra dakord menjëherë. Ardiani i shpjegoi se donte që ajo të regjistronte, sa herë që të ishte e mundur, bisedat e Anilës, të fotografonte çdo dokument të dyshimit që gjente dhe të mbante një regjistër të detajuar të gjitha objekteve që zhdukeshin nga shtëpia. Por, zoti Ardian, nëse ajo e zbulon se po ju ndihmoj. Nuk do ta zbuloj. Dhe nëse e zbulon, unë ju mbroj. Keni fjalën time. Atë pasdite, kur Anila u kthye nga vizita e saj e supozuar mjekësore, Ardiani vendosi të testonte edhe më thellë qëllimet e saj. Shtiri sikur ishte veçanërisht i hutuar dhe i çorientuar. Anila, po ndihem shumë çuditshëm sot. Pak i humbur, e di? Ndonjëherë harroj se ku jam. Sytë e Anilës shkëlqyen me një interes që ajo u përpoq ta fshite si shqetësim. Harron se ku je? Si kështu? Është e vështirë ta shpjegoj. Është sikur edhe mendja po bëhet pak e turbullt bashkë me shikimin. Ardiani vëzhgoi me kujdes reagimin e saj. Në vend të shqetësimit të vërtet që një partnere e dashur do të tregonte, Anila duke i pothuajse e emocionuar me mundësinë që ai po zhvillonte probleme mendore për te i verbërisë. Ardian, ja the këtë mjekut? Jo, akoma jo. Mendon se duhet? Sigurisht që po. Kjo mund të jetë shumë serioze. Do të caktoj një takim për ty nesër. Nxitimi i Anilës për të marrë dokumentacion mjekësor mbi një përkeqësim të supozuar mendor të Ardianit konfirmonte të gjitha dyshimet që ai kishte zhvilluar. Ajo nuk donte ta ndihmonte të përmirësoj, donte prova zyrtare se ai ishte i paaftë. Të martën, Anila e shoqëroi në një vizitë te një neurolog që ajo kishte zgjedhur. Ardiani shtiri sikur ishte i hutuar gjatë gjithë vizitës, duke dhënë përgjigje të paqarta dhe kontradiktore pyetjeve të mjekut. Anila, e ulur pranë, bënte çmos të theksonte çdo shenjë të hutimit mendor që Ardiani tregonte. Doktor, ai ka qenë kështu prej disa ditësh, thoshte ajo me shqetësim të rrem. Ndonjëherë harron ku i ka vënë gjërat, çorientohet se çfarë dite është. Jam shumë e shqetësuar. Mjeku, një profesionist etik, sugjeroi një sër ekzaminimesh më të detajuara përpara se të arrinte në ndonjë përfundim. Por Ardiani vuri re se si Anila këmbëngulte që mjeku t'i hidhte vëzhgimet e tij me shkrim, vetëm për të pasur një regjistër të evolucionit të gjendjes. Gjatë rrugës së kthimit për në shtëpi, Anila ishte dukshëm e frustruar me maturinë e mjekut. Ardian duhet të kishe përmendur më shumë simptoma. Doktori duhet ta kuptoj seriozitetin e situatës. Çfarë simptomash? Nuk e di, hutimin, harresat.
Nuk po e përshkruan siç duhet atë që po ndjen. Ardiani e kuptoi se Anila po përpiqej ta orientonte të egzageronte simptoma që do të justifikonin një deklaratë të paftësisë mendore. Ftohtësia e llogaritjes së saj ishte e frikshme. Atë pasdite, ndërsa Anila ishte në spa, Ardiani mori një telefonat të papritur. Ishte avokati Liri, avokati I tij, me lajme shqetësuese. Ardian, mora një telefonat shumë të çuditshme sot. Një koleg më kontaktoi duke thënë se ishte konsultuar nga një grua për proceset e ndalimit për shkak të paftësisë mendore. Ajo nuk e dha emrin e pacientit, por karakteristikat që përshkroi përputheshin saktësisht me profilin tënd. Ardiani ndjeu një të ftohtë që I përshkonte shtyllën kurrizore. Ajo vërtet po e ndjek këtë. Ardian, kjo është shumë serioze. Nëse ajo arrin të mbledh dokumentacion mjekësor dhe dëshmitar që vërtetojnë paftësinë tënde të supozuar, mund të tentojë të marrë një ndalim gjyqësor. Kjo do t'i jepte kontroll të plot mbi pasuritë e tua. Çfarë duhet të bëj për t'u mbrojtur? Së pari, ndaloje këtë farsë të verbërisë. Së dyti, dokumentoj gjithçka që mundesh për veprimet e saj. Dhe së treti, konsideroje seriozisht mundësinë e një kallëzimi penal për tentativë mashtrimi. Ardiani shpjegoi se ende I duheshin disa ditë për të mbledhur prova të pakundërshtueshme. Por premtoi se së shpejti do ta mbyllte shfaqjen dhe do të merrte masat e nevojshme ligjore. Të mërkurën, situata u përshkallëzua në një nivel edhe më shqetësues. Lulieta raportoi se Anila kishte pritur 2 burra të ndryshëm gjatë mëngjesit. Njëri prej tyre ishte qartësisht një qelsapunues, I cili ndërroi bravat e disa dhomave të shtëpisë, përfshirë zyrën dhe kasafortën e dhomës kryesore. Ajo tha se ishte për siguri, shpjegoi Lulieta, që me ju të verbër do të ishte më mirë të kufizohej aksesi në zona të caktuara të shtëpisë. Ardiani e kuptoi se po izolohej sistematikisht nga pasuritë e tij. Anila po krijonte bariera fizike dhe ligjore midis tij dhe pasurisë së tij. Vizitori I dytë ishte edhe më alarmues. Ishte një burr që u prezantua si konsulent financiar, por Lulieta dëgjoi një pjesë të një bisede ku ai I shpjegonte Anilës se si të transferonte investime në mënyrë diskrete. Ai foli për llogari offshore, për si të lëvizësh para pa lënë gjurmë. Zonjusha Anila ishte shumë e interesuar, duke shënuar gjithçka në një fletore të vogël. Ardiani e kuptoi se duhej të vepronte shpejt. Anila nuk po planifikonte vetëm të merrte kontrollin mbi pasuritë e tij, ajo po planifikonte t'i bënte ato të zhdukeshin përpara se ai të mund të reagonte. Të njëjtën, Anila bëri gabimin fatal që Ardiani po priste. Gjatë darkës, ajo solli në vëmendje një propozim që zbulonte plotësisht qëllimet e saj. Ardian, kam qenë duke menduar për situatën tonë. Me problemet e tua shëndetësore, ndoshta do të ishte më mirë që unë të merrja përsipër disa përgjegjësi financiare. E di, për të hequr këtë peshë nga supet e tua. Ardiani shtiri sikur po e konsideronte idenë. Çfarë lloj përgjegjësish? Po, unë mund të kujdesesha për pagesën e faturave, administrimin e shtëpisë, ndoshta edhe për disa vendime mbi investime. Vetëm derisa të jesh plotësisht I shëruar. Kjo do të thoshte të më jepje prokur për të vepruar në emrin tim. Pikërisht. Do të ishte e përkohshme, vetëm për të lehtësuar gjërat. Ardiani e dinte se nëse firmoste ndonjë dokument që I jepte prokur Anilës, do t'ia dorëzonte pasurinë e tij në duart e saj. Dhe bazuar në gjithçka që kishte zbuluar në 3 javët e fundit, e dinte saktësisht se çfarë do të bënte ajo me këtë pushtet. Duhet të mendoj për këtë, tha ai më në fund. Ardian, këmbënguli Anila, dhe këtë herë nuk arriti ta fshite padurimin në zërin e saj, nuk është aq e komplikuar. Është vetëm një formalitet. Unë jam e fejuara jote, pas 2 javësh do të jemi të martuar. Është e natyrshme që unë të kujdesem për këto gjëra. 2 javë? Mendoja se e kishim shtyr dasmën. Anila hezitoi, duke e kuptuar qartë se kishte kundërshtuar veten. Po, është se ndoshta nuk është e nevojshme ta shtyjmë aq gjatë. Varet se si ndihesh ti, Ardiani e kuptoi saktësisht se çfarë po ndodhte. Anila donte prokurën përpara dasmës për të vepruar lirshëm. Por gjithashtu donte të martohej shpejt për të pasur të drejta ligjore mbi pasuritë e tij si grua. Atë natë, pasi Anila fjeti, Ardiani doli në heshtje nga dhoma dhe shkoi në sallon, ku I telefonoi avokati Ilirit. Ilir, duhet ta mbyll këtë farsë nesër. Situata po bëhet shumë e rrezikshme. Çfarë ndodhi?
Ardiani i tregoi ngjarjet e ditëve të fundit, përfshir presionin për të marrë prokuror dhe konsulentët e dyshimit që Anila kishte sjellë në shtëpi. Ardian, je në rrezik real. Ajo mund të jetë duke përgatitur dokumente të falsifikuara, ose duke u përpjekur të krijojë një situatë ku ti do të detyrohesh të firmosje gjëra që nuk i kupton. Duhet të veprosh menjëherë. Pikërisht këtë do të bëj. Nesër në mbrëmje do të zbuloj gjithçka. Dëshiron të jemi pranishëm? Mund të na duhet dokumentacion ligjor për atë që do të ndodhë. Ardiani ra dakord. Caktuan një takim për në orën 8 të mbrëmjes së të premtes. Do të ishte momenti i zbulimit final. Të premten në mëngjes, Ardiani u zgjua me një përzierje lehtësimi dhe ankthi. Më në fund, pas 3 javësh shfaqjeje, do të dinte saktësisht se ku po shkelte. E dinte se Anila nuk ishte gruaja që mendonte se njihte, por donte të dëgjonte nga goja e saj konfirmimin e dyshimeve të tij më të këqija. Gjatë gjithë ditës, Anila ishte veçanërisht e shqetësuar. Bëri disa telefonata, doli nga shtëpia për disa orë pa shpjeguar se ku shkonte dhe dukej se po finalizonte një lloj plani. Kur u kthye pas dite, ajo mbante një dosje me dokumente që u përpoq t'ia fshite Ardianit. Ardian, tha ajo gjatë drekës, arrita të flas me një avokat shumë të mirë sot. Ai përgatiti disa letra që do të na e lehtësojnë jetën. Çfarë lloj letrash? Prokurën për të cilën biseduam dje, plus disa dokumente të tjera lidhur me martesën tonë. Gjëra teknike për të cilat nuk ke nevojë të shqetësohesh për t'i kuptuar në detaje. Ardiani e dinte se kishte ardhur momenti. Anila po përpiqej ta bënte të firmoste dokumente pa kuptuar plotësisht se çfarë po bënte, duke përfituar nga verbëria dhe hutimi i tij i supozuar mendor. Anila, po sikur të darkojmë jashtë sonte? Për të festuar përmirësimin tim. Përmirësimin tënd? Po ndihem pak më mirë, më i kthjellët. Mendoj se trajtimi po funksionon. Zhgënjimi në fytyrën e Anilës ishte i dukshëm, edhe pse ajo u përpoq ta fshite. Ah, sa mirë. Por ndoshta është më mirë të darkojmë në shtëpi, ti ende je duke u shëruar. Në fakt, tashmë e kam rezervuar. Në orën 8, në atë restorantin francez që të pëlqen. Do të jetë një surprizë e veçantë. Anila ra dakord, por Ardiani mund të shihte se ajo ishte e kundërshtuar me perspektivën e daljes nga shtëpia kur kishte dokumente të rëndësishme që prisnin të firmoseshin. Ajo që nuk dinte ishte se darka do të ishte vërtet e veçantë. Do të ishte momenti kur të gjitha maskat do të binin dhe Ardiani më në fund do të njihte natyrën e vërtet të gruas që kishte menduar se e donte. Orët e ardhshme do të zbulonin gjithçka. Dhe Ardiani ishte i përgatitur për çdo të vërtet që do të gjente, pavarësisht se sa dhemte. Restoranti ishte saktësisht siç e kishte planifikuar Ardiani. Kishte rezervuar një tavolinë private në fund të sallës, larg veshëve kureshtar, ku ndriçimi i butë krijonte një ambient intim që në rrethana të tjera mund të ishte romantik. Por atë natë të premteje, tavolina do të shërbente si sken për zbulimin më të rëndësishëm të jetës së tij. Anila mbërriti pikërisht në orën 8, e veshur me fustanin blu të errët që Ardiani ja kishte dhënë dhuratë muajin e kaluar. Ishte e bukur si gjithmonë, flokët të mbledhur në një topuz elegant, grimi i patëmet, buzëqeshja rrezatuese. Për çdo vëzhgues të rastësishëm, ajo ishte imazhi perfekt i nuses së përkushtuar që dilte për darkë me burrin e ardhshëm. Ardian, je mirë? Pyeti ajo kur u ul, duke zgjatur automatikisht dorën për ta udhëzuar drejt karriges. Arrite të vish këtu pa vështirësi? Plotësisht mirë, u përgjigj Ardiani, duke lejuar të udhëzohej edhe një herë. Shoferi më ndihmoi dhe kamerieri ishte shumë i vëmendshëm. Gjatë 20 minutave të para, ata mbajtën një bisedë në dukje normale. Anila komentonte menun, i përshkruante pjatat Ardianit, shtirej se ishte e interesuar vërtet për mirëqenien e tij. Por Ardiani mund të perceptonte tensionin e fshehur në zërin e saj, nxitimin e maskuar keq për t'u kthyer në shtëpi dhe për të finalizuar dokumentet që kishte përgatitur. Ardian, për ato letrat që përmenda sot, tha ajo kur kamerieri solli antipastat, do të ishte mirë t'i zgjidhnim sa më shpejt. Sa më herët ta organizojmë situatën tonë financiare, aq më mirë. Sigurisht, zemër. Çfarë lloj dokumentesh saktësisht? Anila hezitoi për një fraksion sekonde, sikur po zgjidhte me kujdes fjalët. Janë prokura të thjeshta, kontrata për administrimin e pasurive. Gjëra që çdo çift i bën përpara martesës.
sidomos duke pasur parasysh situatën tënde aktuale. Ardiani pohoi me kokë sikur po e konsideronte propozimin, por për brenda ndjeu një trishtim të thellë. Edhe në atë moment, në atë që duhej të ishte një darkë romantike, Anila nuk mund të ndalonte së menduari se si të merrte kontrollin mbi pasurinë e tij. Anila, tha ai, duke vendosur pirunin pranë pjatës, duhet të tregoj diçka shumë të rëndësishme. Ajo ngriti syt nga salmoni që po priste, një shprehje kurioziteti i kaloi në fytyrë. Sigurisht, zemër. Çfarë është? Në 3 javët e fundit që nga aksidenti, kam mësuar shumë për veten time. Për atë që është vërtet e rëndësishme në jetë. Sa mirë, Ardian. Momentet e vështira ndonjëherë na bëjnë të rritemi. Pikërisht. Dhe një nga gjërat që më la më shumë mbresa ishte të zbuloja se kush kujdeset vërtet për mua. Anila buzëqeshi, duke menduar qartë se Ardiani po i referohej asaj. Gjithashtu mësova për frikën, cenueshmërinë, varësinë, vazhdoi ai. Mësova se sa e frikshme është të mos shohësh. Duhet të ketë qenë e tmerrshme, zemër. Ishte. Por e di cila ishte më e keqe se të mos shije? Anila tundi kokën, një shprehje kurioziteti të vërtet në fytyrën e saj. Ishte të zbuloja se ndonjëherë shohim më mirë kur mbyllim sytë. Ardiani bëri një pauzë, duke vëzhguar me kujdes shprehjen e Anilës. Ajo duke i pak e hutuar, sikur nuk e kuptonte se ku donte të dilte ai. Anila, në këto 3 javë, arrita të shoh gjëra që nuk i kisha vënë re kur më parë. Gjeste, fjalë, qëndrime. Gjëra që ndoshta do t'i kisha injoruar nëse do të isha i shpërqendruar me nxitimin e përditshmërisë. Ardian, po më frikson. Për çfarë po flet? Po flas për telefonatën që bëre të hënën në mëngjes me avokat Fatosin, duke diskutuar se si të merrje një deklaratë të paftësisë mendore për mua. Piruni i Anilës ndaloi në ajër. Fytyra e saj u zbe dukshëm, por ajo u përpoq të ruante qetësinë. Ardian, nuk e di për çfarë po flet. Po flas për burrat që sollen në shtëpi për të vlerësuar artin tim, bishuteritë e mia, objektet e mia me vlerë. Ardian. Po flas për bravat që urdhërove të ndërroheshin për të më penguar të kisha akses në pasuritë e mia. Anila vendosi pirunin në pjatë, duart i dridheshin lehtë. Ardian, je i hutuar. Ndoshta është më mirë të shkojmë në shtëpi. Po flas për konsulentët financiarë që konsultove për të ditur se si të transferoje para në llogari offshore pa lënë gjurmë. Ngjyra ishte zhdukur plotësisht nga fytyra e Anilës. Ajo shikonte përreth nervozisht, sikur kërkonte një dalje emergjence. Ardian, po deliron. Ke nevojë për ndihmë mjekësore. Dhe po flas kryesisht për mënyrën se si e trajtove Luljetën në javët e fundit, sikur të ishte e padukshme, sikur të mos kishte ndjenja, sikur të ishte vetëm një pengesë në rrugën e planeve të tua. Ardiani u përkul drejt Anilës, zëri i tij i ulët por i ngarkuar me një intensitet që e bëri atë të tërhiqej në karrige. E di çfarë më tregoi Luljeta, Anila? Më tregoi se 10 vjet më parë, kur djali i saj po vdiste nga leucemia, një anonim i pagoi të gjithë trajtimin. Operacione, kimioterapi, ilaçe të importuara. Më shumë se 200.000 euro në kosto mjekësore. Anila tani dridhej dukshëm, syt i lëviznin mes Ardianit dhe daljeve të restorantit. Ajo kur nuk e mori vesh se kush ishte ky engjëll mbrojtës deri disa vite më vonë, kur zbuloi rastësisht se isha unë. Dhe e di pse e zbuloi? Sepse gjeti faturat mjekësore të arkivuara në zyrën time, bashkë me një letër nga spitali që falenderonte donacionin anonim. Ardiani bëri një pauzë, duke lënë informacionin të depërtonte. Luljeta nuk më tha kur asgjë për këtë. Kur nuk më falenderoi drejt për drejt, kur nuk kërkoi asgjë në këmbim. Thjesht vazhdoi të punonte, besnike, e përkushtuar, e ndershme. Për 10 vjet, ajo u kujdes për mua pa e ditur se unë kisha shpëtuar jetën e djalit të saj. Ardian, të lutem. Dhe e di çfarë më bën më shumë përshtypje për Luljetën? Në 3 javët e fundit, kur unë supozoj se isha i verbër dhe i cenueshëm, ajo nuk e ndryshoi as 1 milimetër mënyrën se si më trajtonte. Vazhdoi të ishte respektuese, e dashur, mbrojtëse. Sepse për të, unë nuk jam një llogari bankare. Jam një person. Anila u përpoq të ngrihej nga tavolina, por Ardiani vazhdoi të fliste, zëri i tij tani më i lartë, më i fortë. Dëshiron të dish se si di të gjitha këto gjëra që bëre, Anila? Si di për telefonatat e tua, planet e tua, konsulentët e tu, intrigat e tua?
Ajo ndaloi në mes të lëvizjes, sikur e dinte se ishte gati të dëgjonte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Ardiani u ngrit ngadalë nga karrigia dhe e shikoi drejt në sy. Sepse unë kur nuk kam qenë i verbër. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Anila mbeti e paralizuar, goja e hapur nga tronditja, sikur nuk mund ta përpunonte atë që kishte dëgjuar. Unë pash gjithçka, Anila. Çdo telefonat, çdo vizitor të dyshimt, çdo dokument që përgatite pas shpinës sime. Çdo moment kur më trajtoje si një barr, çdo shenjë padurimi kur mendoje se nuk të shija. Ardiani i ra rreth tavolinës dhe ju afrua asaj, e cila qëndronte e palvizshme si një statuj. Shtira sikur isha i verbër sepse kisha nevojë të isha i sigurt për ndjenjat e tua të vërteta. Kisha nevojë të dija nëse më doje mua apo doje vetëm atë që unë mund të ofroja materialisht. Ardian, mund të shpjegohem, murmuriti ajo, zëri pothuajse i padëgjueshëm. Mund të shpjegosh çfarë? Si u ofrove të kujdeseshe për mua kur mendoje se isha i cenueshëm, vetëm për të marrë kontrollin mbi pasuritë e mia? Si u përpoqe të merrje dokumente mjekësore që vërtetonin paftësinë time mendore? Si solle vlerësues për të kataloguar pronën time? Anila më në fund arriti të fliste, por zëri i saj ishte i dëshpëruar, pothuajse histerik. Ardian, ti nuk kupton. Unë kisha frikë. Frikë për të ardhmen, frikë nga pasiguria. U rrita pa pasur asgjë, ti e di këtë. Kur të pash në atë gjendje, mendova se gjithçka mund të shembej. Dhe reagimi yt i parë ishte të siguroheshe që do të merrje gjithçka nëse unë vdisja ose deklarohesha i paath. Nuk ishte ashtu. Po përpiqesha të mbroja të ardhmen ton. Të ardhmen ton? Anila, ti arrite deri aty sa të konsultoje avokat se si të më bëje të deklarohesha i paaft mendërisht. Kjo është dashuri. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Anilës, por Ardiani e dinte se nuk ishin lot pendimi të vërtetë. Ishin lot dëshpërimi sepse ishte zbuluar. Ardian, unë të dua. Ndoshta kam marrë disa vendime të gabuara, por ishte sepse isha e tmerruar. Më do mua? Atëherë më shpjego pse, kur mendoje se isha i verbër, fillove të më trajtoje me padurim dhe ftohtësi. Më shpjego pse shqetësimet e tua të para ishin për testamentet dhe regjimin e pasurisë. Ardiani nxori celularin nga xhepi dhe filloi të luante një regjistrim. Ishte zëri i Anilës, kristalor dhe i pagabueshëm. Megi, nëse ai mbetet kështu për gjithmonë, do të më duhet ta rishqyrtoj martesën. Nuk mund të martohem me dikë që nuk ka kontroll mbi pasuritë e veta. Anila u zbe edhe më shumë kur dëgjoi zërin e saj duke zbuluar mendimet e saj të vërteta. Lulieta e regjistroi këtë telefonat në javën e parë, shpjegoi Ardiani. Ashtu si dhe disa të tjera ku ti diskutoje plane për të marrë kontrollin mbi pasurinë time. Ardian, të lutem, më jep një shans të shpjegohem. 3 javë, Anila. 3 javë të dhash për të treguar se kush je vërtet. Dhe ti e tregove. Ardiani nxori unazën e fejesës nga xhepi dhe e vendosi mbi tavolinë mes tyre. Nuk ka asgjë për të shpjeguar. Pash gjithçka që kisha nevojë të shija. Anila shikoi unazën, pastaj Ardianin, pastaj përsëri unazën. Ngadalë, shpreha e dëshpërimit në fytyrën e saj filloi të shndërrohej në diçka më të errët. Ti më mashtrove, tha ajo, zëri i saj tani i ngarkuar me zemërim. Ti e inskenove gjithë këtë për të më testuar? Kisha nevojë të dija të vërtetën. Të vërtetën? E vërteta është se ti je një burr i pasur dhe paranojak që nuk arrin t'i besoj askujt. Maska më në fund kishte rënë plotësisht. Anila e ëmbël, e shqetësuar, e dashur ishte zhdukur, duke zbuluar gruan e ftohtë dhe llogaritse që Ardiani kishte zbuluar se ishte natyra e saj e vërtetë. E vërteta është se ti kur nuk më ke dashur vërtet, vazhdoi ajo, tani në këmbë, zëri i saj aq i lartë sa tërhiqte vështrime kurioztare nga tavolinat fqinje. Ti gjithmonë më ke parë si një interesaxhie potenciale. Dhe a isha gabim? Anila nuk u përgjigj menjëherë. Për disa sekonda, ata u panë në heshtje. Më në fund, ajo foli, por zëri i saj ishte ndryshe. I ftohtë, llogaritës, i zhveshur nga çdo shtirje. Dëshiron ta dish të vërtetën, Ardian? E vërteta është se po, unë isha e interesuar për paratë e tua. Por isha e interesuar edhe për ty mund të kishte qenë një martesë e mirë për të dy. Një martesë e mirë e bazuar në interes financiar dhe tentativa mashtrimi? Një martesë e bazuar në leverdi të ndërsjellë.
Ti do të kishe një grua të bukur dhe inteligjente, unë do të kisha siguri financiare. Ndodh gjithë kohës. Ardiani tundi kokën duke ndjerë një përzierje trishtimi dhe lehtësimi. Trishtim për humbjen e asaj që mendonte se ishte dashuri e vërtet, lehtësim për zbulimin në kohë të natyrës së vërtet të Anilës. Anila, dua të largohesh nga shtëpia ime sonte. Nesër në mëngjes, avokatët e mi do të kontaktojnë për të formalizuar fundin e fejesës son dhe për të siguruar që ti të mos kesh akses në asgjë që më përket. Nuk mund të më dëbosh kështu. Mundem dhe do ta bëj. Kam regjistrime, fotografi, dokumente që provojnë tentativë mashtrimi. Nëse dëshiron të shmangësh procese penale, sugjeroj të pranosh kushtet e mia. Anila e shikoi për disa sekonda më shumë, sikur po shqyrtonte opsionet e saj. Më në fund, mori çantën dhe u drejtua drejt daljes së restorantit, por jo përpara se të kthehej për herë të fundit. Ardian, do të pendohesh për këtë. Do të mbetesh vetëm për gjithë jetën, pa mundur t'i besosh më askujt. Preferoj të mbetem vetëm se sa i shoqëruar nga dikush i rrem. Ajo doli pa thënë asgjë tjetër, duke e lënë Ardianin vetëm në tavolinë. Ai qëndroi aty për disa minuta, duke përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. 3 javë fars, 3 javë zbulime të dhimbshme, por 3 javë që i kishin treguar të vërtetën për personin me të cilin synonte të martohej. Kur mbërriti në shtëpi një orë më vonë, gjeti Lulietën që priste në sallon, qartësisht e shqetësuar. Zoti Ardian, si shkoj? Mbaroi, zonja Lulieta. Mbaroi gjithçka. Ardiani u ul rënd në një koltuk, duke ndjerë peshën emocionale të ngjarjeve të fundit. Lulieta u afrua dhe, për herë të parë në 10 vjet punë, i vuri një dorë ngushëlluese në shpatull. Më vjen shumë keq, zoti Ardian. E di që e donit shumë atë. E doja, po. Ose të paktën doja personin që mendoja se ishte. Dhe tani? Si ndiheni? Ardiani mendoi për pyetjen për disa çaste. Si ndihej? I tradhtuar, sigurisht. I trishtuar për humbjen e asaj që mendonte se ishte dashuri e vërtetë. Por kishte edhe diçka më shumë, diçka që nuk priste ta ndjente. I lehtësuar, tha ai më në fund. I lehtësuar që e zbulova në kohë. I lehtësuar që nuk u martova me një të huaj. Në ditët që pasuan, Ardiani kaloi një periudhë reflektimi të thellë. Anila ishte larguar nga vila po atë natë, duke marrë vetëm rrobat që kishte sjell kur u transferuan së bashku. Ajo nuk u përpoq të kontaktonte apo të bënte ndonjë lloj shantazhi, me sa duket duke kuptuar se Ardiani kishte prova të mjaftueshme për të shkatëruar reputacionin e saj dhe ndoshta për ta çuar në burg. Avokati i Ardianit, avokati Liri, u kujdes për të gjitha aspektet ligjore, duke siguruar që të gjitha pasuritë të mbeteshin të mbrojtura dhe që të mos kishte asnjë mundësi që Anila të pretendonte ndonjë të drejtë mbi pasurinë. Por ishte gjatë këtyre javëve të vetmisë që Ardiani bëri zbulimet e tij më të rëndësishme. Zbuloi se mungesa e Anilës nuk e linte të vetmuar siç kishte frikë. Në fakt, tani e kuptonte se ndihej më i vetmuar kur ajo ishte e pranishme, duke shtirur ndjenja që nuk ekzistonin, sesa tani që ishte vërtet vetëm. Lulieta vazhdoi të kujdesej për shtëpinë me të njëjtin përkushtim si gjithmonë, por Ardiani vuri re një ndryshim delikat në sjelljen e saj. Ajo dukej më e relaksuar, sikur një peshë i ishte hequr nga supet. Zonja Lulieta, i tha ai një mëngjes të shtunë, ndërsa pinin kafe së bashku në terracë, mund t'ju bëj një pyetje personale? Sigurisht, zoti Ardian. Ju kur nuk më falenderuat për trajtimin e djalit tuaj. Pse? Lulieta buzëqeshi, një buzëqeshje e ëmbël dhe melankolike. Sepse mirënjohja e vërtet nuk ka nevojë të thuhet gjithkohës, zoti Ardian. Mirënjohja e vërtet tregohet në mënyrën se si e trajton personin, në besnikëri, në dashuri. Ardiani pohoi me kokë, duke kuptuar. Gjatë gjithë këtyre viteve, Lulieta kishte treguar mirënjohjen e saj jo me fjalë, por me vepra. Me përkushtim, me ndershmëri, me një besnikëri të palëkundur që nuk varej nga shpërblimet apo njohjet. Dhe përveç kësaj, vazhdoi ajo, ju nuk e bëtë atë për t'u falënderuar. E bëtë sepse keni një zemër të mirë. Nëse unë do të flisja për këtë gjithë kohës, do të ishte sikur po kërkoja një borxh që ju kur nuk deshët të kërkoj. Në atë moment, Ardiani kuptoi diçka themelore për natyrën e marrëdhënieve njerëzore. Kishte njerëz si Lulieta që jepnin pa kërkuar, që donin pa kërkuar shpërblim, që mbeteshin besnik edhe kur nuk kishte asgjë për të fituar.
Dhe kishte njerëz si Anila që llogarisnin çdo gjest, që matnin çdo fjalë, që i shihnin marrëdhëniet si transaksione tregtare. Zonja Lulieta, mund t'ju tregoj një sekret? Sigurisht. Gjatë këtyre 3 javëve, kur shtira sikur isha i verbër, ju ishit i vetmi person që më trajtoi saktësisht në të njëjtën mënyrë si gjithmonë. Sikur të isha i njëjti person, pavarësisht nëse isha i cenueshëm apo jo. Lulieta uli syt, qartësisht e emocionuar. Është sepse për mua ju gjithmonë keni qenë i njëjti person, zoti Ardian. I pasur apo i varfër, me shëndet apo i sëmur. Ju keni një zemër të mirë dhe kjo nuk ndryshon. Ardiani ndjeu lot t'i formoheshin në sy. Nuk ishin lot trishtimi për humbjen e Anilës, por lot mirënjohjeje që kishte prandik që e shite për atë që ishte vërtet, jo për atë që zotëronte. Faleminderit, zonja Lulieta. Për gjithçka. Nuk ka nevojë të falenderoni, zoti Ardian. Ne jemi një familje. Atë pasdite, Ardiani mori një vendim që po piqej në mendjen e tij prej ditësh. Thiri avokatin e tij dhe e udhëzoi të përgatiste disa dokumente. Donte të bënte disa ndryshime në testamentin e tij, por jo të llojit që Anila kishte sugjeruar. Donte të siguronte që Lulieta dhe familja e saj të ishin të mbrojtur për gjithë jetën. Jo nga detyrimi apo faji, por nga njoja. Njoja e vlerës së besnikërisë së vërtet, të dashurisë së pakushtëzuar, të pranisë së vazhdueshme të dikujt që kujdesej vërtet. Kaluan 3 muaj që nga zbulimi në restoran. Ardiani ju kthye plotësisht punës, duke u përqendruar në zgjerimin e bizneseve të tij dhe në projekte filantropike që kishte dashur prej kohësh t'i zhvillonte. Krijoi një fondacion për të ndihmuar familjet në nevojë me fëmijë të sëmur, i frymëzuar nga historia e Lulietës dhe djalit të saj. Nuk kishte gra në jetën e tij romantike, dhe kjo nuk e shqetësonte. Kishte mësuar se preferonte të ishte vetëm se sa i shoqëruar keq. Kishte mësuar gjithashtu se vetmia dhe të qenit vetëm ishin gjëra të ndryshme. Vetmia ishte të ishe i rrethuar nga njerëz të rrem, të qenit vetëm ishte të ishe në paqe me veten. Një natë, ndërsa darkonte vetëm në tarac, duke vëzhguar dritat e qytetit që ndizeshin poshtë, Ardiani reflektoi për gjithçka që kishte mësuar në ato muaj të trazuar. Kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk matet me atë që dikush është i gatshëm të marrë, por me atë që është i gatshëm të japë pa pritur asgjë në këmbim. Kishte mësuar se besnikëria e vërtet nuk bën zhurmë, nuk shpallet, thjesht ekziston. Kishte mësuar se ndonjëherë duhet të shtireshe i verbër për të parë më në fund me qartësi. Por kryesisht kishte mësuar se pasuria e vërtet nuk qëndron në atë që zotëron, por në atë se kush është pranë teje kur ti nuk zotëron më asgjë. Lulieta u shfaq në tarac, duke sjell një filxhan çaj siç bënte çdo natë. Zoti Ardian, do t'ju duhet diçka tjetër sot? Jo, faleminderit. Zonja Lulieta? Po. Ju jeni pasuria më e madhe që kam. Ajo buzëqeshi, atë buzëqeshje diskrete dhe të dashur që Ardiani kishte mësuar ta vlerësonte më shumë se çdo shfaqje të egzageruar afeksioni. Dhe ju jeni familja që unë zgjodha të kem atë natë, Ardiani fjeti në paqe për herë të parë pas disa muajsh. Nuk kishte dyshime se kush ishte pranë tij, nuk kishte frikë për motive të fshehura, nuk kishte nevojë të testonte sinqeritetin e askujt. Kishte vetëm sigurinë se disa njerëz hyjnë në jetën tonë për të qëndruar, jo sepse kanë diçka për të fituar, por sepse kanë diçka për të dhënë. Dhe këta njerëz të rrallë dhe të çmuar, janë thesaret e vërteta të ekzistencës. Ardiani kishte kaluar vite duke ndërtuar një perandori financiare, por vetëm tani e kuptonte se arritja e tij më e madhe nuk kishte vlerë monetare. Ishte të kishte prandik që e donte jo për atë që kishte, por për atë që ishte. Dhe kjo pasuri emocionale ishte vërtet e paçmueshme. Testi i së vërtetës kishte mbaruar. Dhe Ardiani kishte zbuluar se e vërteta, edhe pse ndonjëherë e dhimbshme, gjithmonë vlen më shumë se gënjeshtra më e ëmbël. Nëse kjo histori preku zemrën tuaj siç preku atë të Ardianit, lini pëlqimin tuaj dhe abonohuni në kanalin ton. Në komente, na tregoni çfarë ju la më shumë mbresa. Ishte zbulimi i Ardianit për natyrën e vërtetë të Anilës, apo njoja e besnikërisë së heshtur të Lulietës? Reflektimet tuaja janë të rëndësishme për ne. Çdo ditë sjellim rrëfime që eksplorojnë ndjenjat më të thella të shpirtit njerëzor, histori që na bëjnë të mendojmë për dashurinë, besnikërinë, të vërtetën dhe vlerat që kanë vërtet rëndësi në jetë. Ju presim në episodin e ardhshëm, ku përsëri do të zhytemi në misteret e zemrës njerëzore.